Dhe pika e fundit për sot, shënimi i fundit, është një tjetër vlerësim për Shqipërinë si vendi lider në Ballkanin Perëndimor. Për çfarë? Për transparencën buxhetore. Një vlerësim ndërkombëtar, domethënës, anketa e buxhetit hapur 2025, e realizuar nga Partneriteti Ndërkombëtar për Buxhetin, që rendit Shqipërinë të parën në Ballkanin Perëndimor për transparencën buxhetore. Një rezultat i rëndësishëm që mat një nga elementët themelor të mirëqeverisjes, sa i hapur është shtetin e qytetarëve në mënyrën se si mbledh, administron dhe shpenzon fondet publike. Nga 38 pikë në vitin 2015, Shqipëria është 64 pikë në vitin 2025, pra thuajse 2 fishin. Shqipëria ka shënuar progresin më të madh historik në këtë tregues krahasuar me vendet e tjera, ka më shumë rëndësi fakti madje se nuk bëhet fjalë për një përmirësim të rastësishëm, po për një rezultat të një dekade reformash, digitalizimi, rritje standardesh të raportimit dhe forcimit mekanizmave llogarizimës. Edhe në një kohë kur vendi po afrohet në Bashkimin Evropian dhe po tërheq investime gjithnjë më të mëdha ndërkombëtare, transparenca nuk është vetëm një standard demokratik, ajo është një kusht i rëndësishëm dhe i domosdoshëm për besimin. Natyrisht kemi nevojë të bëjmë më shumë në këtë drejtim dhe kemi nevojë të rritemi më shumë, dhe këtë do ta bëjmë duke vazhduar punën dhe duke synuar jo të më vendin e parë në rajon, por nivelin mbi mesatar të shteteve anëtare të Bashkimit Evropian.